Qoftë të Jezu Krishti, të dashur vëllezër e motra, jemi duke vazhdu të komentojmë letrën e Papa Franceskut. Shpresa nuk zhgënjen dhe kemi arrit në numrin 9. Aty ku Papa flet për shenjat e shpresës, të kuptuara si shenjat e kohëve, dhe është duke folë për detyrën që të krishterët kanë që të japin shembull në hapjen bujare ndaj jetës. Thot Papa në këtë numër: të shikosh drejt së ardhmes me shpresë, do të thotë të kesh një vizion për jetën plot entuziazëm për të përcjell. Fatkeqësisht, duhet të konstatojmë me pikëllim se në shumë situata kjo perspektivë mungon. Pasoja e parë është humbja e dëshirës për të përcuar jetën. Pra, bota duket sikur na imponon të gjithëve, jo vetëm krishterëve, këtë, si të thush, ndalim, frenim në dëshirën për të përcuar jetën. E ja ndalon, pra, sidomos çifteve të martume, shpresën që të kenë një të ardhme të lumtur për fëmijët e tyre. Dhe vazhdon Papa, për shkak të ritmit të edhshëm të jetës, të frikës për të ardhmen, të mungesës së garancive së punës dhe mbrojtjes së duhur sociale, të modeleve sociale në të cilat kërkimi i fitimit dhe jo kujdesi për marrëdhëniet dikton agjendën. Pra, kërkimi i fitimit është më i madh se sa kujdesi që do të kemi ndaj njëri tjetrit. Duket sikur ky e dikton sot agjendën, pra na mëson se çfarë duhet bëjmë, pra ky ankth. Vrejmë, si pasojë të ankthit, pra, një rënje shqetësuese të lindshmërisë në vende të ndryshme të botës. Përkundrazi, në kontekstet e tjera, si mënyrë për të mos i adresuar problemet, zgjidhet fajësimi i rritjes demografike dhe jo i konsumizmit ekstrem e selektiv të disave. Pra, atëherë thojnë fajin e ka fakti që jemi shumë në këtë botë. Jo, thot Papa, fajin e ka fakti që në këtë botë disa konsumojnë jashtëzakonisht shumë, e mbetet shumë pak për turmat e tjera. Ndokosh ka llogaritë sikur botën e sunojnë 5-6 vetë, thuja 10 vetë, dhe kanë gati gjysmën e pasurive në nivel global. E kjo është shqetësuese. Vazhdon Papa, hapja ndaj jetës me amësi dhe aftësi të përgjithshme, do t'i kthehemi këtij termit shumë interesant dhe me vend amësi dhe aftësi të përgjithshme, pra që i marrin përsipër përgjegjësitë si nanë e babë. Kjo hapje ndaj jetës, pra, është plani, vazhdon Papa, që krijuesi ka glendur në zemrat dhe trupat e burrave dhe grave, një mision që Zoti u beson bashkëshortëve dhe dashurisë së tyre. Është urgjente që krahas angazhimit legjislativ të shteteve të mos mungojë mbështetja e vendosur e bashkësive të besimtarëve dhe e mbar bashkësi civile në të gjithë përbërësit e saj. Të gjithë duhet të angazhohemi që të shtojmë shpresat për të ardhmen. Dëshirat e rinjve për të lindur foshnja të reja, si shenjë frutshmërisë së dashurisë së tyre, siguron një të ardhme për çdo shoqëri. Kjo gjë është një çështje shprese, lind nga shpresa dhe lind shpresën. E kujtojmë se viti 2025 është viti i shpresës, i cili kërkon shumë trajtime të gjithanshme dhe Papa është duke e trajtuar në këtë numër nga pikpamja e lindshmërisë. Pra, lindja e jetë vetëreja, lind shpresën, edhe është vetë ajo, si thush, në jetë nga shpresa. Foshnja vjen në jetë nga shpresa që kanë prindrit paraprakisht. Rrjedhimisht, vazhdon Papa, bashkësia e krishterë duhet të jetë në vijën e parë duke mbështetur nevojën për një aleancë sociale për shpresë. Më pëlqen ky termi i Papës, në vijën e parë. Edhe kësaj do t'i kthehemi. Bashkësia e krishterë do të prinë në këtë shpresë, e cila është gjithëpërfshirëse dhe jo ideologjike, dhe që punon për një të ardhme të karakterizuar nga buzëqeshjet e shumë fëmijëve që vinë për të mbushur djepet që janë bosh tani në shumë anë të botës. Por, të gjithë në të vërtetë duhet të rifitojnë gëzimin e të jetuarit, sepse qenia njerëzore e krijuar sipas shëmbullimit dhe përngjasimit të hyjit, këtu i referohet librit të Zanafilës, nuk mund të kënaqet duke mbijetuar apo duke e shtyr disi jetën. Pra, duke të rrisht zvarr jetën, duke ju përshtatur të tashmes dhe duke lejuar që të kënaqet vetëm nga realitetet materiale.
Kjo gjë na mbyll në individualizëm dhe e gryn shpresën, pra nëse ne e konceptojmë jetën si diçka që është shtym me zor përpara. E gryn shpresën, thot, duke përftuar një trishtim që futet në zemër, duke na bërë të ngurt dhe të pandjeshëm. Në këtë numër pra Papa flet për hapjen ndaj jetës, e cila është e dobishme, është e domozoshme madje për të krishterët, për çiftet e reja, ma pak të reja, por pra për çiftet e krishterë, kjo duhet jetë themeli i jetës së tyre bashkëtortore. Pse themi themeli? Në librin e Zanafills, kur Zoti krijon burrin dhe gruan, është një rresht shumë i bukur, shumë interesant. Në kapitullin e parë, rreshti 28, pasi thot se e krijoi burrin dhe gruan, Bibla thot se hyi i bekoi burrin dhe gruan, pra, dhe u tha: shtohuni e shumohuni, e mbusheni tokën dhe sundojeni atë. Interesant. Zoti, imagjinoni duke lanë bekimin mi çiftin, formula e bekimit është shumë e rëndësishme. Nuk i bekon kështu me një formulë, ju përifmar çfarë doni ju, bani çfarë doni ju dhe unë ju garantoj praninë time. Jo, ka një kusht brenda bekimit. Formula nënkupton që këta duhet të shtohen. Duhet të shtohen e të shumohen. Shtohuni e shumohuni, mbusheni tokën dhe sundojeni atë. Pra unë e bekoj bashkimin tuaj, por bashkimi juaj nënkupton hapjen ndaj jetës. Përndryshe, ky bekim është i pavlefshëm. Nuk do të mund të ngjisin në jetën tuaj. Nuk do të realizohet kurrë. E përsërisë, shumë e dobishme ta nënvizojmë këtë gjë, sepse është pjesë e formulës së bekimit. Dhe po më kujton këtu shumë takime që kam bërë me shumë çifte të fejumshë përgatiten për martesë në famulli të ndryshme, dhe ndër temat ma kryesore që më duhet të trajtoj është pikërisht edhe kjo, dhe duhet një trajtim edhe teologjik i saj, sepse përndryshe flasim kështu në hava. Dhe citoj pikërisht këtë rresht, duke u kujtuar çifteve se ju duhet të keni dëshirën të hapeni jetës. Pastaj plani i Zotit është plan tjetër. Madje me dhimbje shumë çifte duhet të përgatiten edhe që të hapen edhe në misterit të mungesës së fëmijës në jetën e tyre si çift. Por kjo është një temë tjetër e dhimbshme, por edhe ajo ka argumentin e vet teologjik që ja vlen të trajtohet. E shpresoj në këtë takim ndoshta do të kemi rast. Por po thosha, çifti duhet të jetë i përgatitur që të hapet jetës. Ta zëm se ndonjëri prej të fejumve më thot si familjar, jo, do mund e du shumë partnerin ose partnerin time, por jo, nuk kam qejf me pas fëmijë me ta. Normal që do të më thonë shkoni në shtëpi se keni ardhur kot. Pra, martesa do të ishte e pavlefshme, ose nëse kjo zbulohet pas martesës, se njëra prej palëve zbulohet edhe vërtetohet se njëra prej palëve nuk ka dashur të ketë fëmijë, atëherë martesa automatikisht është e pavlefshme. Edhe nëse ka qenë papa që e ka kremtuar atë martesë me bekimin e tij. Por po thosha, pra, është pjesë e formulës së bekimit nga ana e Zotit, pra shtohuni e shumohuni. Brenda ritmeve të ndryshme të natyrshme që ka vetë jeta e çiftit. E theksova këtë rresht sepse radhën e fundit ku kemi folur mbi luftrat, e kemi përfunduar vetëm duke e cituar, duke e cek pak një fakt të trisht, e cila ka të bëjë me luftë të heshtun që është aborti në botë. Dhe e kam cituar aty një statistikë shumë të trisht. Edhe këtu ju paralajmëroj pak se do të ketë nuanta shumë të forta edhe trishtimit edhe ky emision. Por është më trishtueshme sikur mos të flasim, sepse propaganda jashtë kishet është shumë e fortë, shumë e ndërlikuar dhe shumë dinake, do t'i kthehemi këtij term dinakria. Dhe është edhe më trishtueshme ajo që ndoll edhe ne si priftërin, sidomos në rrëfim, por edhe në ecjet shpirtërore që na takon me shoqëru shumë njerëz, e shohim edhe pasojat e tmerrshme që ka, jo vetëm vdekja e një foshnjët, por edhe pasojat e tmerrshme psikologjike e shpirtërore që sjell aborti. Dhe po thosha, është më e trishtueshme, edhe pse duken pak nuanca të trishtueshme, është më e trishtueshme të mos flasim, sepse bota pastaj vazhdon me makinerinë e vet mashtruese. Dhe thash, e kemi cek radhën e kaluar se si vetëm në vitin 2024 janë regjistruar gjithsej 45 milion aborte, që i bjen 123
1000 aborte në ditë, në kur që ka llogarit, i bjen 5100 aborte në një orë. 5100 aborte në një orë. Edhe është një shifër alarmante. Kjo në nivel botëror, për të animu pak psiken tonë, ta kuptojnë situatën, po i referohemi disa statistikave që kam arrit të gjej përsa i përket aborteve në Shqipëri. Kam gjetë një faqe zyrtare që në internet thot se në vitin 2022 kishte 4199 aborte. 4199. Dhe është llogarit se çdo 6 lindje ndolte edhe një abort paralelisht. E kemi fjalën këtu për abortet me vullnet, jo abortet që janë në mënyrë të pavullnetshme. Aty njeriu nuk ka kurrë përgjegjësie morale. Është dhimbje shpirtërore dhe kjo patjetër që është dhimbje reale dhe kërkon ngushëllim në atë rast. Por po flasim këtu për abortet me vullnet, të kryer me vullnet. Zakonisht këto statistika thonë se abortet janë më të prirura t'i bëjnë gratë me nivel më të ulët arsimor. Nërsa ato me nivel më të lartë arsimor priren ta pranojnë jetën më shumë. Këto thot statistika. Unë personalisht them se duhet t'i marrim me kujdes edhe këto statistika. Sepse statistikat po e shohim janë edhe pak mashtruese nganjëherë. Ka thënë me drejt dikush ekzistojnë 3 lloj gënjeshtrash. Gënjeshtrat e zeza, gënjeshtrat e bardha edhe statistikat, që të mashtrojnë në mënyrë fantastike. Këtu të thush se gratë me nivel të ulët arsimor janë më të prirura të abortojnë, nuk është e mjaftueshme për mendimin tim, që ka edhe vendin e vet, por nuk është e mjaftueshme sepse është një instinkt për jetën që nganjëherë është i mrekullueshëm, pikërisht ato që i quajmë të parësimuar. Instinkt për ta pranuar jetën e kam fjalën. Dhe është e tmerrshme të shohësh instinktin për ta shtyp jetën pikërisht ata që janë të arsimuar. Le të marrim ato që kanë një karrierë të fortë, politike o artistike. Megjithatë, po i citojmë këto statistika. Ajo që më bën përshtypje është se abortojnë shumë gra të martume. 71% e grave që abortojnë janë të martume. Patjetër që bën përshtypje se 29% që tjetër, pra janë shtatzani jashtë marteset dhe edhe ato abortojnë. Por të bën përshtypje pse abortojnë ato që janë të martume. Pse? Motivet, edhe këtu nuk kemi kohë të ndalemi, por statistikat me sa duket flasin edhe mund t'i respektojmë edhe pse thash me rezerva në disa detaje këto statistika. Kam gjetë një tabel më detajume që është publikuar në vitin 2017 dhe thot se në atë vit, në 2017, pra ishin ba 5279 aborte. Tirana zinte vendin e parë me 2192. Pra, shumë, gati gjysmen e statistikave. Pastaj vinin qytetet si Fieri, Durrësi, Vlora, Beratje, Shkodra e pas tyre edhe të tjerë. Shkodra në atë vit në 2017 kishte pas 278 raste. Kur e mendon se viti ka 365 ditë, i bjen që në Marrvendin baheshin rreth 14 aborte në ditë. Në Shkodër më shumë se 1 në ditë. Imagjinoni, shkojnë shumë mjek aty për të shpëtuar një jetë ndoshta edhe të një 90 vjeçarit, por pas ka mjek që në përskutjet tjera të spitalit në Shkodër, po them, por në gjitha spitalet bajnë edhe aborte dhe shtypin jetën. Edhe pse ndoshta vetë ato mjek, por edhe në ana e kush shkon aty, janë të bombarduar për një propagandë e cila tani do ta shohim se sa ndërlikuar është. Në 2022 e tha me numri rezultonte më i ulët, pra rreth 1000 raste më pak se sa në 2017, por të mos harrojmë se deri në 2022, pra nga 2017 në 2022 kanë emigruar shumë, sidomos çiftet reja. Pra, rezulton numri më i ulët në statistika, por në fakt, po ta mendosh, kanë ikë çiftet e reja. Ka mundësi që numri i përqindja e tyre që kanë mbet ka qenë më lart për sa i përket kryerjes së abortit. Mirërisht, aborti në Shqipëri është bërë ligjshëm plotësisht vetëm në 7 dhjetor të vitit 1995 dhe mund të kryhet me kërkesë deri në javën e 12 të shtatzanisë. Pse nuk ishte gjatë komunizmit? Pse vetëm në 95? Sepse komunizmi
kishte një propagandë që donte ta shtonte popullatën dhe e ndalonte abortin. Atë band të mendosh sot se si në parlament nuk flitet hiç, pothuajse hiç për abortin. Flasin për shumë gjëra të ndryshme, për investime këtu atje, për strategji, gjoja që duhen ndjek, por nuk flasin as pak për temat që kanë të bëjnë me jetën direkt me jetën, pra siç është aborti, ose që kanë të bëjnë me familjet, divorcet e shumta. Pse nuk rishikohet një herë ligji mbi abortin? Pse nuk diskutohet as pak të rishikohet? Nuk del asnjë opozitar. Opozitari më i fundit nuk kundërshton. Ta lëm ata që janë pastaj në pushtet. Se po themi janë korruptu. Si ka mundësi që janë korruptu edhe ata që janë gjoja rivalët e tyre? Sepse në raj, për ta thënë shkurt, sepse tema është shumë më e gjanë, në raj mendohet se ekzistojnë dinamika shumë dinake që përmlidhen sidomos në perëndim në një organizatë shumë të fuqishme siç është masoneria. Masoneria, ato i thojnë vetit Illuminati, domethënë të ndriçuar, Illuminat. Këto njerëz përfshin në lozhet e tyre, pra në grupimet e tyre, njerëz që janë zakonisht në pushtet. Edhe ka dëshmi, mund të gjenden edhe në internet, të krishterëve që kanë qenë pjesë e masonerisë që tregojnë se si funksionon nganjëherë. Dhe pyetje se si ka mundësi që nuk kundërshtojnë ligjet e tilla, për shembull si ligji i abortit që është për jetë vdekje. Këto thonë se ftohen në këto lozhe, në këto grupime njerëz që janë të majtë e të djathtë ose edhe të qendrës dhe janë pjesë e masonerisë. Në tavolinë, si thosh, shefi i tyre, pra paska një shef më të madh se ato që mund të jetë një kombi tjetër, por zakonisht janë miliardera. Nuk du t'jap emra këtu sepse ulim nivelin e bisedë, sepse me njëherë atëherë dikush që mund dëgjojnë thot këtu ka krahmajtje politike. Jo, mund të bëjnë hulumtime dhe shihni, pastaj dilni vetë në përfundime. Me sa duket, pra ftojnë të majtë të djathtë, njerëz të qendrës, sidomos miliardera, i ftojnë në këto lozhe që vendoset gjithçka në ato lozhe dhe i thonë, këtë ligj duhet ta kaloni. Flisni për çfarë doni në parlament. Edhe rrahuni grushte po desht, s'ka problem. Me mediat pastaj do të shohim se si do ta marrim vëmendjen e njerëzve dhe do ta shpërçojmë diku tjetër. Por këtë ligj do ta kaloni. Edhe thoshte ndonjëri prej këtyre masonëve të konvertuar të kthyem në fe, thoshte e keni pasë se ligjet të tilla si aborti, divorci kalojnë shpejt me një herë, me një seancë, të gjithë ngrenë dorën dhe e miratojnë atë ligj. Pse? Sepse shefat e tyre janë marrë në vete në këto lozhe djallëzore dhe janë kry bisedat, nuk duhet ta diskutojnë më një temë tillë. Bëhet fjalë për shumë amarrament se paresh. Edhe këtu më kujtohet gjithmonë fjala e Krishtit që thotë nuk mund të shërbeni hyjit dhe pasurisë. Këto njerëz pastaj i vënë vulën çdo shqyrtimit në gjegjes, edhe është e pamujtën ti bash të arsyetojnë më. Thash dinamika djallëzore sepse vetë dëshmitarët që kanë qenë pjesë e masonerisë thonë se në një farë piket vetë masoneria ose grupimet të ngjashme me masonerin kanë edhe rituale që ngjajnë si rituale satanike, që janë kushte që i bajnë djallit praktikisht, ku nën kuptohet ose si thosh parashikohet edhe ndonjë angazhim konkret, nganjëherë edhe në vrasjen e ndonjë fëmijë për të plotësuar këtë ritual. Dhunimi i Eukaristisë, pastaj gjëra të tjera që janë tema më të gjana, por po ndalemi vetëm tek çështja e abortit. E kuptoni pse janë kaq djallëzore, sepse ka diçka realisht djallëzore që fshihet pas. E kisha nuk ngurron të flasin kundër këtyre gjëra sepse e dinë se nuk është thjesht inteligjenca njerëzore, por një inteligjencë që ka bë kushte në idealit, e ideali pastaj kur hyn e ka dorën e ranë dhe sulmon sidomos jetën e njeriu. Është një luftë e heshtun në mar globin. E kisha nuk mund të rrinë heshtje. Sigurisht se nuk qëndrojnë heshtje Nën Tereza për shembull në vitin 1979 kur mori çmimin Nobel për paqe dhe para të mëdhenjve të kësaj bote, ajo e drejtoi gishtin pikërisht mbi mëkatin e abortit, të cilin e cilësonte si shkatruesin më të madh të paqes. Edhe në 79-ën kishte luftra në botë të shumta, e Nën Tereza mund ta vinte gishtin mbi luftra të ndryshme, filan luftë. Jo, i lën një anë sepse për to flitej mjaftueshëm dhe zgjodhi të fliste pikërisht për abortin që asnjë prej atyre që ishin aty nuk flisnin. Thash, nuk flisnin në për parlamente, në për gjëra, në për sende, në për mbledhjet qeverisë në punë tjera. Dhe Nën Tereza thoshte, prandaj janë dhurat e Zotit të shenjtër.
edhe janë shenjë se kishin një guxim që vinte prej shpirtit Zotit dhe sfidonte ndërgjegjet e korruptuara të shumë kujt. Në Anë Terezën për vujtnin e saj, thoshte me thjeshtësi të madhe këto fjalë solemne. Sot, mjeti më i madh, shkatruesi më i madh i paqes është aborti. Një analizë perfekte. I shkon problemit të raja. Ju përpiqeni të gjeni çka po e shkatron paqen, unë po ju them se është aborti, thot. Me përvojtëri, por në saj edhe të frymëzimit shpirtit shenjt, shkon e bjen problemit në qendër. Është aborti, thot, edhe argumenton. Ne që po qëndrojmë këtu, thot Nën Tereza, qëndrojmë sepse prindrit na kanë dashur. Nuk do të ishim këtu sikur prindrit të na abortonin. Me miliona fëmijë po vdesin me dashjen nga vullneti i nënave tyre. Ky është shkatruesi më i madh i paqes sot. Kur nëna vret, e ky është argumenti më njerëzor që jep Nën Tereza. Kur nëna vret fëmijën e saj, atëherë çfarë do të bëj ajo me ty dhe mua kur nuk ka asgjë midis nesh? Kur njeriu arrin të mbysin edhe instinktin më të thellë, pra të mysin fëmijën e vet. Themi nëna, po kujdes sepse po i fajsojmë pak si tepër nanat, edhe babat ose edhe tjerë, por po ndalemi këto për të shpjeguar konceptin, pra kur njeriu vret atë që e ka lind vet, shkon kundër këtij instinkti, çfarë mund të presim prej tij, sepse ai mund vrasin gjithçka. Pikërisht për këtë apeloj vazhdon Nën Tereza. Apeloj në Indi, apeloj kudo. Por ka diçka që nuk mund të rrim pa thënë. Jemi sot, në kohën e sotme, pa egzagerime, pa bë populizëm. Kam përshtypjen se jemi si në syrin e ciklonit. Cikloni është stuhi të mëdha dhe syri i ciklonit quhet zakonisht kur është qendra e krejt fuqia më e madhe shkatruese e ciklonit. Është një mënyrë të thanunit, por unë besoj se jemi sot në epokën tonë në syrin e ciklonit të një propagande të tmerrshme dhe shumë dinake. Këto fjala dinake e përmenda më sipër dhe nuk e përmenda pa dashje, por ka rëndësi vërtet që duhet theksu. Kjo propagandë madje duket pak të qush djallëzore, sepse nga njëherë lamfa e djallit, po kur ne vendosim të jemi të kësi, mund t'ja kalojmë edhe djallit. Dhe, nuk e them për të basë këtu populizma, sepse shihen disa mënyra nga njëherë, ku besoj edhe djallit turpnohet, se si ne ja kalojmë në të keqe. Mund t'ja kalojmë patjetër edhe dinakrisë e tij në të mirë, duke u bazuar te fjala e Zotit. Por nëse nuk e ndaj mendën për t'i kundërvuar të keqes, mund t'ja kalojmë edhe në të keqen. Më kujton këtu kjo propagandë, pra, që thash jemi sot në syrin e ciklonit të kësaj propagande kundër jetës, më kujton atë episodin e dhimbshëm në librin e Daljes në Bibël, ku flitet për atë urdhnin mizor të faraonit të Egjiptit, që besoj të gjithë e keni dëgjuar, që i detyronte hebrejt të vrisnin fëmijët e tyre meshkuj. Kujdes, nuk duhet mendojmë këtu se kudo që lindte në një fëmijë mashkull, pra në popullin e Izraelit që jetonte në ato toka të Egjiptit si sklav, kudo që lindte një fëmijë mashkull, shkonte ushtarje, merrte dhe myste në lumin Nil. Jo, nuk do të mendojmë ashtu, teksti nuk e thot. Ka gjasa që vetë Izraelit u bindën më në fund se duhet i mysim. E para për i frikës, sepse vinë ushtarët, jo vetëm mysin fëmijën, por na thonë pse s'keni zbatuar urdhrin, na mysin edhe ne, mysin edhe fëmijën tjerë. Plus me tortura të tmerrshme, pra duhet i mysin. Dhe e keqja, kur kalon pak kohë, fillon e bëhet zakon. Ndërgjegja fillon nuk funksionon më, sepse ka vu piketat e gabume dhe pastaj arsyeton në mënyrë të gabume. Dhe nuk po e them këtë gjë vetë, e thot Shën Shtjefni në Veprat e Apostujve, martiri i parë, kur para Sinedrit të hebrejve është duke bërë një ligjërat shumë të gjatë, thot Faraoni, thot, është duke kujtuar atë kohë, pra, u soll me dinakri, fjalën dinakri e përdor vetë Shën Shtjefni martir. Faraoni u soll me dinakri kundër popullit ton, i salvonte etrit tan, asaj detyronte t'i braktisnin foshnjat që të mos mbetnin gjallë. Pra i detyronte t'i braktisnin foshnjat, domethënë propaganda bante që vetë prind t'i braktisnin foshnjat, nuk është se shkonte ja merrte nga prehri nans. Dhe detaji është interesant tu sepse thuhet për nanën e Mojsiut, foshnje 3 muajsh, që e rujti sa rujti, ma në fund smujti me rujt ma dhe vuj në një shport, e aty pastaj historia vazhdon se si e mori bija faraonit kur e pa në rrjedhën e lumit. Por e rujti sa rujti s'mund të arrunte ma, nana sikur nuk deshti shkonte kundër këtij instinkti. Pra nana duhet ta banin vetë një gjë të tillë. Është tregues pra ai rresht. Thash, Shën Shtjefni thot Faraoni u soll me dinakri. Dikun tjetër një psalm komenton teologjikisht këtë gjë. Thot,
e urryn popullin e Zotit, u sollën me dredhi dinakri është e njëjta gjë, u sollën me dredhi kundër shërptorëve të tij. Propaganda nuk ishte vetëm terror, por edhe mashtrim. Dhe libri i ligjit për trim e quajnë skllavrinë e Egjiptit furr zjarri. Është kapitulli 4 i ligjit të përtrim, rreshti 20 që e quajnë furr zjarri, pra që shkrin hekurin dhe vullnetin e hekur të popullit të Izraelit, po shkrinte pak nga pak, sikur mos kishte në hyn Zotit, do të ishte shkrim krejt. Ky vullnet. Pra ishin bind se duhet i mysim fëmijët. Prandaj thash, jemi në syrin e ciklonit, sepse sot është shumë e vështirë të flasësh kundër abortit, sepse të marrin për të prapametën. Propaganda është shumë e artikuluar me dinakri të madhe dhe me baza gjoja edhe teologjike, për të mos fol pastaj baza pseudo filozofike. E drejta nënës, e drejta këtij, e drejta atij, po e drejta fëmijës. E këtu pastaj loja fjalëve bëhet shumë dinake, sepse e këtu po ndalemi duke pa se kisha që nxanin për drejtën e fëmijës që të jetojnë, atëherë thonë, jo, aty nuk kemi të bëjmë me një fëmijë. Pra refuzojnë idenë se aty është njeriu. Këtu kam një libër të një autorit Carlo Casini që titullohet 5 provat e ekzistencës së njeriut. Titulli është shumë interesant. E ka shkruar në vitin 2006 kjo autor këtë libër dhe është edhe në shqip dhe titulli thash është interesant. Ky ishte një eurodeputet, pra deputet i Parlamentit Evropian, një njeri shumë i arsimum, ishte presidenti i Lëvizjes për Jetën në Itali dhe antar i Akademisë Papnore, pra Vatikani kishte fut në ekipin e punës për jetën, pra për mbrojtje jetën, dhe ishte antar i Komitetit Kombëtar për Bioetikën, pra njëri që merrte vesh mirë në fushën e vet. Ka vdekur në vitin 2020 dhe ka marrë pjesë edhe në ligjëratat e tij në Shqipëri me shumë kompetencë dhe me shumë bindje, njëri i fesë. Dhe ka shkruar këtë libër thash me titull shumë interesant, 5 provat e ekzistencës së njeriut. Dhe e fillon duke cituar ai një filozof tjetër, thoshte dikur problemi ishte të argumentojmë ekzistencën e Zotit, sot problemi është të argumentojmë ekzistencën e njeriut. Pra 5 provat, sepse je 5 prova të ndryshme, provën biologjike, psikologjike, juridike, antropologjike dhe provën dëshmuese. Ja vlen të shihet më thellë, po s'mund të ndalemi këtu. Dhe këto 5 prova thot janë shkencore, nuk janë kështu, thjesht një ndjenjë e mjegullt feje, që na bajnë të besojmë se aty tek ai embrion krejt i vogël është një njeri, madje qysh në orët e para të fekondimit. Dhe këtu po hym thash tek qendra e bisedës, gjithasaj që përpiqemi të them, sepse këtu bëhet loja, e gjithë loja, po e quajmë lojë, por është shumë djallëzore, për të mohuar se aty kemi të bëjmë me një njeri. Thash, në Shqipëri ligji parashikon deri në javën e 12 që mund të bëhet aborti ligjërisht, pastaj bëhen edhe abortet në mënyrë të paligjshme. Por ligjërisht deri në javën e 12. Edhe nganjëherë populli është bind me idenë se në muajin e 3 fëmijës i hyn shpirti, i jep Zoti shpirtin. Nuk është e vërtetë, është çështje orësh. Dhe pasi nol dhurimi martesor i çiftit, është çështje orësh pas këtij dhurimi, nëse do të nolli ngjizja, kur vezorja e femrës ka tashmë një jetë re brenda saj. Dhe nuk është se kalojnë shumë orë, por pak orë, 6-7 orë, thot shkenca. Dhe këtu ai flet nga ana shkencore, sepse thash e njihte mirë edhe bioetikën që merret pikërisht me këtë pjesë. Ai thot dikun që më pëlqen ta citon një raport që është titulluar raporti Warnock. Në vitin 1984 shkruante diçka shumë dinake, por pa ditë vetveten ky raport, sepse janë disa raporte, por në atë kohë po diskutohej ligji i abortit. Ligji i abortit kishte marrë për masa shumë mëdha, sidomos në New York, por edhe në vende të tjera të Amerikës, edhe në Kinë kishte marrë për masa të mëdha, por atje për arsye demografike kishin thënë se nuk na duhen më shumë fëmijë. Sot Kina është penduar sepse ka ndryshuar ligj, por po thosha, në perëndim kishte filluar të marrte për masa globale. Dhe ky raport pra që përpiqej ta fuste abortin në ligjet edhe të Europës, shkruan kështu në një farë pike. Pasi të ketë filluar procesi, nuk ka një pjesë të veçantë të zhvillimit që mund të jetë më e rëndësishme se një tjetër, pra procesi i jetës.
ka fillu pas 6-7 orësh dhe nuk ka ma një fazë që ka nevojë për një gjanë shtesë, vetëm të jetojnë, vetëm të ushqehet nga nana, por edhe sot nëse nuk ushqehemi, kur kemi dalë nga krahëroinancë, nëse nuk ushqehemi vdesim. Pra, por nuk ka një gjanë ekstra, thot. Të gjitha pjesët janë, vazhdon raporti, pjesë të një procesi të vazhdueshëm dhe nëse çdo stad nuk zhvillohet normalisht në momentin e duhur, në sekuencën e duhur, çdo zhvillim i mëtejshëm do të rreshtë. Për këtë arsye, biologjikisht në zhvillimin e embrionit nuk mund të identifikohet një stad i vetëm për të cilit embrioni in vitro nuk do të duhej të mbahej i gjallë. Deri këtu, gjithçka është në rregull, pra shkencërisht janë të ndershëm me vetveten, sepse thonë aty është një embrion që duhet të mahet në gjallë dhe nuk gjejmë arsye pse duhet ta ndërpresim shtatzanin. Por merr kthesën, e keni parasysh ato lepujt që vrapojnë dhe papritmat e marrin kthesën, kështu e merr kthesën edhe ky raport, sepse thotë megjithatë kemi rënë dakord që të besojmë se ky është një sektor në të cilin duhet të merren disa vendime të sakta për të qetësuar ankthin e përhapur në opinionin publik. Më fali sekond. Ç'pun ka me ankthin në opinionin publik një raport shkencor. Raporti shkencor duhet t'japin mendimin e vet mbi procesin biologjik të embrionit. Opinioni publik është çështje e politikës, nuk është çështje e shkencëtarëve që merren me këtë stad të zhvillimit të njeriut. Kjo megjithatë, e thash, i ngjan asaj kthesës së lepurit menjëherë nga frika, edhe këto, pra, nga frika dallohet, pra padisin vetveten, nga frika se do të kenë penalizimin nga politikanët, i thonë politikanëve vazhdoni ju ndisni politikat tuaja dhe ne po i shkruajmë 2-3 rreshta gjoja sikur ju japim drejt. Megjithatë, kemi rënë dakord që të besojmë se ky është një sektor në të cilin duhet të merren disa vendime për të qetësuar ankthin. Kemi rënë dakord me çka? Kemi rënë dakord pse? Kur shkenca e mohon se duhet të ndërpritet shtatzania, pra shkenca thotë që këtu nuk ka asnjë arsye që të ndërpritet, pse bini dakord me diçka që shkon kundër këtij raporti? E kuptoni pra se kjo kemi rënë dakord ka nuanca, ka ndikime politike dhe janë politikanët ata që pastaj bin dakord në një farë pikë kur duhet bëhet aborti. Në muajin e tretë, në muajin e këtë muaj, në Kinë thash për shembull fëmia i dytë, fëmia i tretë nuk lejohej, kishte penalizime, sot lejohen, por thash gjehej një mënyrë gjoja për gjetë një justifikim antropologjik, por thjesht kanë rënë dakord politikanë se çfarë do të bëhet, duke e shpërfill krejtësisht duke mos e çakrit për analizat shkencore. Përfshi vetë pastaj edhe shkencëtar që nuk e çojnë kryt në një farë pikë. Kjo megjithatë thash pra, kjo kthesa menjëhershme është një kthesë vrastare. Në New York thash u promovu shumë aborti, sot është e tmerrshme se si ligji i abortit, nëse nana thot edhe kur shkon në mos gaboj, nuk është fusha ime, prandaj mund edhe të gaboj, por pak a shumë jam rënë kontureve. Me sa di, edhe nëse muajin e 9 shkon nana dhe thot du të abortoj, ato kanë për detyrë në shtetin e New Yorkut t'ia heqin fëmijën e talan të vdes vetë. Është e tmerrshme, sepse ato është një fëmijë në kuptimin e vërtetë të fjalës, dhe edhe nëse kanë për ligj detyrë talan derisa të vdesin. Por në shtetin e New Yorkut ka fillu, sidomos në mas gaboj në vitet 60-70, kjo propagandë e fuqishme prej disa pasanikëve, super pasanikëve, që kishin fabrika të shumta ku punonin gra, dhe gratë kur meteshin shtatzana, atëherën kërkonin lejen e lindjes me drejt, sikurse është ligji edhe sot. Por fillun të promovojnë abortin sepse ti majnë në lejen e lindjes të gra për kohë të gjatë, u duke se pagunin parë kot. Pra, njerëz që nuk ngopeshin me parë dhe nuk donin që të pagunin gratë në këtë formë. Dhe atëherë thonin më mirë të abortoni. Këtu jemi në stadin e faraonit, thash që ju mush mendin se ju duhet të abortoni, sepse është më mirë për jetën tuaj, do të humbni vendin e punës. E kjo atëherë i bindin edhe me qëllime antropologjike, pastaj antropologjike do të thotë me përmbajtje mbi natyrën e njeriu, është një fjalë pak që përdoret në shkencën e kësaj fushë, por po thosha edhe filozofike dhe atëherë mbyll mohabeti, por e gjitha ka një presion me qëllime përfitimit ekonomik. Ka filluar aty, por ka vazhduar edhe në vende të tjera në botë. Në Kinë thash, pse lejoj vetëm një fëmijë, sepse kishte lanë një katastrofë, po themi humanitare, sunnimi i Mao Zedongit përpara. Kishin vdekur me miliona njerëz, edhe nga uria, vetëm se nuk ngopeshin kurrë ata komunista. Dhe thoni s'kemi parë për të marrë gjithë këtë popullat. Nxorën këto ligje
sepse donin të marrin trashëgimin ekonomike që u kishte lënë Mao Zedongi me kompani dhe dorën të ligje për të ruajt gjoja shumimin e popullatës. Por janë penu sepse pas disa vite, 20-30 vite, nuk kishte kush punonte për të marrë pensionistat, pastaj edhe ndryshon ligjin. Kjo ideja e shtimit të popullatës është një ide e vjetër. Në shekullin e 4, Aristoteli në një prej veprave të tij politike thuhet se shkruante për këtë problem, nuk besoi thotë se është e drejtë të vrasin fëmijët, atë nuk fliste për abortin. Aristoteli madje edhe ai ishte bind se mund bëhet, edhe pse në atë kohë ishte shumë i vështirë për shkak të teknikave, dhe thoshte që nuk besoi se duhet i vrasin fëmijët me qëllim ruajtjen e shtimit të popullsisë. Pra, 4 shekuj para Krishtit ishte problem, nuk ishte problem. Injektohej nga politikanët si problem shtimi demografik. Dhe sot jemi në atë fazë. Papa Francesco, në letrën që jemi duke trajtu interesant, duke sigur nuk flet për abortin, por shkon tek rraja e problemit. Thot, kujdes, thot, ne duhet të i hapemi jetës. Pra, politikanë na nxisin që të mos t'i hapemi jetës me politikat e tyre sepse duan të ruajnë ekonominë e tyre. Pasoja e parë, thot, pra, që ato shkaktojnë është se na humbin dëshirën, thot, të krishterëve për të promovuar jetën. Dhe kujdes të mos i besojmë kësaj propagande që na bën të fiksohemi pas idesë se u dashka të presim kohën e duhur kur edhe politikat na japin dritën e jeshile që të ketë më shumë jetë në familjet tona. Dhe presim kohën e duhur, pra mos fiksohemi mas kësaj ideje. Është ide që pak a shumë ka nuanca, jo vetëm dinake, por edhe djallëzore, thash. Ose zhdukjen e dyshimeve se fëmijët që do të lindin mund të ketë vështirësi në jetë. Presim që të qetësohet politika. Nuk do të qetësohet asnjëherë, se kanë plan me të qetësuar asnjëherë, sepse ashtu duhet, ujku mjekull don, thuhet, që popujt besojnë se jemi në kohë emergjencë dhe nuk duhet të bëjnë fëmijë. Janë si faraoni, pra që ta mush mendjen se ti nuk ke drejt, s'kam çat bëj, por s'ke drejt jetosh, ndërkohë që ishte vetëm mashtrim, ishte rën. Papa flet për bukurinë e detyrës që çiftet e reja të dinë të zhvillojnë virtytin e aftësisë dhe amësisë së përgjithshme. E përmenda pak këtë term, pra aftësia dhe amësia e përgjithshme. Thash, si prift më duhet të flas për këto gjëra, dhe është bukur, e kam për detyrë bile, edhe kur vinë çifte që duan të martohen të flas në tema të tjera edhe për këtë temë, se janë edhe tema të tjera që duhet të konsumohen, por edhe për këtë temë, pra të kenë një aftësi dhe amësi të përgjithshme. Papa Francesco e citon këtu, por Papa Francesco e kishte marrë këtë term nga një pap tjetër para tij, Papa Pali i VI, i shpallën shenjtë, i cili në një enciklik Humane Vitae, që do të thotë jeta njerëzore, ka shkruar pikërisht në vitin 1968 rrezikun që ka përdorimi masiv, përdorimi edhe përdorimi i mjeteve kundër ngjizjes. Dhe ishte një problem që në atë kohë, pra në vitin 1968, kishte arrit kulmin e vet dhe kishte faza shumë të larta, pra teknologjia kishte arrit larg. Dhe si t'ja bajmë, t'i përdorim, mos t'i përdorim, ishte ba problem vërtet botnor. Dhe Papa ndërhyn me autoritetin e tij dhe thotë këto mjete nuk duhet të përdoren. Pra këtu kujdes, nuk kemi duke fol vetëm për abortin, kemi ba një hap pas, duke fol më herët, pra qysh për mjetet kundër ngjizjes, pra që ndalojnë ngjizjen, pra aborti është më i keq, se është vrasje, por është keq edhe ti mbyllësh jetën me mjetet e kundër ngjizjes, që quhen me termet e sotme mjetet kontraceptiv, mjetet prezervativ, pra do të thotë që ruajnë gjoja nga ngjizja. Kur e lexoj këtë enciklik Karol Wojtyla, që më vonë do të bante ai Papa John Paul II, në Poloni ishte i peshku, në atë kohë ishte shumë entuziast kur e lexoi dhe i tha papës, a di çfarë do të bësh? Do të bësh, do të përdorësh autoritetin tan si pap për ta bërë dogëm fejet. E Papa Paul II, një teolog shumë i lartë, nuk e pranoi këtë ide sepse në moral është një temë delikate, nuk mund të bëhen dogma, sepse nuk kemi kohë ta konsumojmë, do të ishte shumë bukur, por është fjala një papet që teologët e gjithë botës, pra teolog katolik i detyron që të arsytojnë rreth këtij vendimit e tutje. Pra nuk mund të bëjnë një hap pas, me thënë do të dalim më katolik se papa. Pra krishterët kanë detyrë të mos i përdorin. Është interesante me shpjegu këto se ky pap thashë shpall shenjt dhe arsyeja pse u shpall shenjt sepse kisha gjithmonë për shpall të kanë shenjt pret një mrekulli. E sjell Zoti pastaj këto gjëra, thuhet se ishte shpalli i lum, por pritej mrekullia e dytë për ta shpallë shenjt. Dhe tek varri i tij thuhet se shkoi një
një nanë që ishte në muajin e 5 të shtatzanisë, kishte shumë probleme me fëmin, e mjekët i kishin thënë që nëse e mban e nuk e vret fëmin, nëse nuk e hec pra, do të vdesësh, dhe ju lutë thot ti papet e mënyrë të pashpjegueshme u shëru edhe mjekët habiteshin, e konfirmunin se këtu nuk di me shpjegu se si ndodhi shërimi ka shpejt, tak fakt si thush. Dhe pra, ky pap që promovoi jetën në këtë botë, si thush edhe prej snaltit Zoti ja miratoi punën që kishte bën, pikërisht duke bën që të shpallet shejt nëpërmjet një rastit ku po mrohej jeta edhe këtë mbrojti prej snaltit me ndërmjetësinë e tij në velutjet e tij. Pra, thame, ky pa përdori atë termin amësi dhe atësi e përgjegjshme. Pra, amësi dhe atësi e përgjegjshme. Papa nuk po ndalonte dashurinë, se këtu është mashtrimi. Ju na ndaloni, thonë kishte ne priftave pastaj sepse duke qenë se nuk martohemi, atëherë thonë ju s'dini gjë çfarë dashnia. Patjetër që e dim, nuk ka lidhje. Ne kemi heq dorë nga ajo lloj dashnie edhe fizike. Por jo vetëm që e dim, kush nuk e din çka ka heq dorë, më mirë të mos bëhet prift. Por ne e kemi edhe për detyrë të studiojmë të gjana, edhe në nivel shkencor. Papa para se të merrte këto vendime, kishte një komision që kishte filluar papa para tij, një komision që kishte mbërrit në konkluzione dhe papa pastaj i shqyrton edhe merr këtë pozicion përfundimtar. Pra, janë analiza të jetës, jo teka personale të dikujt. Prandaj dikush përpiqet të heqin turmat nga autoriteti që ka kisha me në krypapin. Dhe të thonë, këto s'din gjë çfarë është dashnia, prandaj ju që e dini çfarë është dashnia, atëherë duhet i përdorni këto mjete, sepse nuk duhen t'ju lanë të duni. Duhet të dallohet mirë dashuria nga epshi, nga shfrenia, sepse si të thush, distanca është shumë e hollë aty dhe mashtrimi pastaj është katastrofik. Prandaj, thot papa këtu vetë, kujdes thot, ne po flasim për dashurinë. Nëse e lam këtë çështje në duart e qeverive, pra të flasin për dashurinë të qeverit, edhe përdorimi kontraceptive, pasojat mund të jenë katastrofike, thot. Nëse lehet në duart e qeverive, mund të abuzojnë, sikur se citova thash, pra New Yorkun, Kina, por janë shumëta edhe thash edhe në Europë pastaj. Nëse lehet në duart e shtëpive farmaceutike, sa abuzojnë, sa smundjet shpiken ose hidhen në treg, në botë më saktë, në mënyrë që në treg pastaj të dalin ilaqet pseudo shpëtuese. Edhe smundjet i kanë hell vet. Nuk do t'i akuzoj të gjithë tifozët gjithë në një thes, por shtëpitë farmaceutike janë edhe interesante se si quhen shtëpitë farmaceutike. Shtëpi janë familja ata që i kanë monopolet e të ardhurave këtyre. Pra janë njerëz pasanik, janë super pasanik dhe dinë të manovrojnë politikat. Edhe mashtrojnë. Ato kanë lëvërdi që t'i shesin mjetet kontraceptive dhe prezervative. Por nëse këto vendosin të abuzojnë, atëherë çfarë përdorin? Përdorin i jepet dorë e lirë përdorimit të seksualitetit jashtë martesës ose tradhtive në çift, sepse nuk është frika pastaj se mund të ketë një shtatzani. Si thush, kjo frika për të pas një shtatzani, pra në një tradhti ose në një është një moroj natyrore që e ndihmon çiftin. Edhe njeriu ka nevojë për moroj, nuk është e vërtetë se jo, dashuria s'ka nevojë për barriera. Ka nevojë sepse përndryshe shkatërrohet dashuria e vërtetë, që është ajo familjes pra në këtë rast. Dhe papa thotë ne po mbrojmë thot dashurinë e vërtetë. Do të kishte pasoja shumë trana përndryshe nëse lejoj, do të kishte një shturje morale me mëkate të tjera pastaj. Papa ka për detyrë të ruajë nga mëkatet. Plus që papa flet këtu për rritin që duhet kemi në fe, përndryshe seksualiteti shndrohet në idhujtari. Gjithçka është kënaqësia seksuale, nuk është gjithçka. Mund të jenë edhe katastrofë në disa raste për të shkatruar familjet tona e për të thyer zemrat e shumë kujt më të parëve fëmijëve të asaj familje të re. Dhe rendja pas një seksualiteti të shfrenuar është idhujtari me pasoja shkatrimtare. Papa pra thotë duhet të rritemi në fe, duhet kemi asketizëm, përdor këtë fjalë që përdoret për murgjit apo për njerëzit që i kushtohen Zotit në mënyrë të posaçme, por edhe në martesë ka nevojë për jetë shpirtërore, për jetë fe, për asketizëm. Ka nevojë që të edukohen në fe. Është nevojë që të edukohen brezat të flasin për këto gjëra, prandaj po flasim edhe këtu. Dhe të flasim se përndryshe të rinë shkojnë i marrin informacionet në mënyrë të gabuar në internet ose nga shok bashkëmoshtarët e tyre që ja japin e se japin sakta këto informacione. E kur në internet hasin kanjëherë edhe në forma shumë djallëzore të formulumit gjanat, atëherë shkatrat energjitë aty. Duhet të flitet për këtë gjana. Më vjen mend një shenjtë, shenjta Katerina e Sienës, e cila në shekullin e 14, shenjtë e madhe italiane, thoshte:
u thoshte papse dhe kardinajve për disa tematika të tjera në atë kohë, por mos heshni, thoshte, duhet flisni të vërtetën. U thoshte kështu, keni heshtur mjaft, ka ardhur koha të hapni gojen, bërtisni në 100.000 gjuhë të ndryshme. Unë e shoh se nga të qëndruarit në heshtje bota është kalbur. Pra kisha duhet flasin, jo e këtu Shën Katerina thot bota është kalbur, këtu bota po vdes, pra ka njerëz që vdesin, e duhet të flasin për këto gjana. Është për vujtëri falso të rrish pa fol për këto gjana, është turp falso. Kur bota s'ka turp të flasin keq, pse kisha duhet të ketë turp të flasin mirë? Turp është vetëm të bash turp. Prandaj në internet ose në tekstet shkollore nganjëherë gjuha që përdoret është edhe djallëzore. Për shembull, thuhet shtatzani e pa dëshiruar. A mund të ekzistojë një shtatzani krejtësisht e pa dëshiruar? Edhe rastet e dhunimit mund të thotë dikush, dhunimit dikujt atëherë në shtatzani. Pse duhet të merren rastet e përveçme të bëhen rregull për tregjet botërore e për formimin e energjegjës? Njoh raste, jo në Shqipëri, por në botë, pra kam lexuar raste kur edhe në përdhunime ka pas nana që nuk kanë dashur ta heqin fëmijën e tyre. Kaq fort lidheshin me foshnjën. Ose për shembull, në internet gjenden këto fjalë, jam më fasullon kur i gjeja, rreziku i shtatzanis, për shmang rrezikun e shtatzanis, përdorni prezervativin, përdorni kontraceptivin. Kjo fjalë rreziku i shtatzanis, rreziku është djallëzore sepse fut një formë alarmi brenda psikes njerëzore. Nuk ka një rrezik shtatzaniet, është jeta. Shumica çifte e shkëmbejnë dashurinë sepse duan ta shkëmbejnë. E pse nuk do ta marrin përsipër edhe pasojat e dashurisë tyre? Prandaj papa që citova thot për amësi dhe atësi të përgjegjshme, pra me përgjegjësi, dashuri dhe përgjegjësi, e fuqizohet pastaj papa John Paul II. Po ndalemi vetëm te disa forma që më duhet i them të mënyrave se si pengohet ngjizja. Thash, janë format e zakonshme që quhen prezervative dhe mund t'i blesh në farmaci dhe pa recete, është e trishtueshme, por aty është niveli. Quhen metoda penguese. Është edhe diafragma, diçka që mund të blehet në farmaci, metodat me hormone, unë thjesht po i citoj, por ata që janë brenda këtyre temave patjetër që u avret veshin, sepse mjafton shkosh në farmaci, kam përshtypjen, nuk e di nga përvoja, por kam përshtypjen edhe farmacisti të shpjegon se cilat gjana mund të përdoren. Dhe janë disa ilaçe si hapa, pra pilula që merren nga goja para se çifti të ketë durimin martesor. Implanti kontraceptiv është sa një kuj shkrep, se thash gjenë në internet gjitha këto gjana në faqe zyrtare, jo thjesht kështu, që merret me gjilpër në krahun e gruas dhe ka efekt për 3 vite. Lëshon një hormon që pengon ovulacionin, por mund të hiqet kur dojnë nga mjeku. Pra për 3 vite e marrin dhe pastaj ashtu mund të jetojnë gjoja i mbrojtur. Them gjoja sepse mund të ketë edhe raste shtatzanie, por me këtë ide se unë duhet të mrohem nga shtatzania. Është injeksioni kontraceptiv që pengon vezoren të bëhet gati për ovulacion. Efekti i tij zgjat 3 muaj. Bëhen 2 injeksione me xilpan nga mjeku me largësi kohore 10 ditë. Nuk është e thënë për këto mjete thuhet mund shtojnë edhe problemet me zemrën ose me ciklin natyror të gruas. Mirë, nuk duhet të krijoj panik gjoja këto sepse edhe kjo do të ishte i njëjti nivel pasaj paniku. Por mund të ketë edhe probleme. Janë raste të ralla problemet anësore, por mund të ketë që flasin ma pak, thash, në propagandën e tyre mediat. Ose kontracepcioni për hershëm, sterilizimi, pra qoftë i mashkullit duke i mbyll kanalet e tij ose tek femra duke mbyll tubat. E ky është i pakthyeshëm. Edhe është katastrofik kur pastaj çifti për shembull ka dëshirë të ketë një fëmijë, është e pamundën ta kthejnë më mbrapa në situatën. Janë disa mjete që në propagandën e tyre në internet quhen si kontracepcione emergjence. Kujdes, këtu kemi kaluar në nivelin e abortit, por nuk e thot kështu propaganda. Thot janë kontracepcione emergjence. Thash, janë disa pilula, hapa që merren dhe thot, nëse një ditë pas dhurimit martesor të çiftit, gruaja mendon se ka me shtatzan, shkon tek farmacia, merr këtë pilulë të emergjencës që thot e parandaluar shtatzanin. Thot propaganda, nuk është e vërtetë. Thash, nga ana shkencore janë 6-7 orë maksimumi distancë kur noll ovulacioni. Por është një rrugë që pastaj duhet të bajnë embrioni sapo formuar për shku tek mitra e nanës, që zgjat 6 deri në 7 ditë. Edhe këtu përfitojnë pastaj të gjithë propaganduesit për thënë, jo, me që nuk është kap akoma në mitër, domethënë që është e mundi të bëhet ndërprej me shtatzani. Nuk është e vërtetë. Në mitra ai do të vazhdojnë të ushqehet në formën e rendit të natyrës pas atyre ditë, por ka filluar një proces që nuk
mund ta prekim asnjëherë. Kjo pilulë emergjencë nuk duhet të merret sepse është abortive. Sikurse janë abortive, spiralja e emergjencës është një spirale me tel bakrit që vendoset në mitër të gruas, ose spiralja e hormoneve, një tub plastik në formë tëjet që vendoset në mitrin e gruas dhe përmban një hormon. Efekti i zgjat për 3 vjet. Kujdes, deri në 5 vjet bile thonë disa. Nuk është se e pengon shtatzanin, e pengon të shkojnë të kapet mitër, por ka noll jeta. Ka fillu jeta. Duhet të hiqin ata gra që i kanë vendosur këto spirale, duhet të hiqin, do shkojnë të hiqin sepse bëjnë aborte. E keni parasysh ata autokombajet që korrin grurin, janë ashtu po korrin jetë njerëzish. Kush e di se sa kanë myt. M'fal, nuk është mirë të fusin panik, por është mirë të ndërgjegjësojnë njerëzit sepse propaganda kundër, ajo propaganda e faraonit që thotë dinake, është shumë e fortë. Ta qetëson ndërgjegjen në një mënyrë katastrofike. Zinxhiri i bakrit që ka dhënë një metodë tjetër. Dhe gjaja e çuditshme që më ka bërë përshtypje është se në Shqipëri, pra, deri në moshën 22 vjeçare, këto shpenzime mund mulohen edhe nga shteti nëse nuk ke të ardhuna. Mjafton që merr një vërtetim që s'ke punë interesant se ku shkojnë në mulojnë shpenzime për të promovuar atë përdorimin e kontraceptivëve, e përdorimin e prezervativëve, për të promovuar sepse e dinë se kanë fitesa të mëdha. Pra shtëpitë farmaceutike nëse vendosen të jenë dinake, janë të tmerrshme dhe financojnë gjoja edhe bamirësinë në këtë rast. Ka metoda natyrore që nuk është as kompetencë ime, por nuk është as hapësira këtu t'i shpjegojmë, të cilat mjafton të pyesësh një mjek edhe të ndershëm, të besueshëm ose edhe një prif, një murgesh që ke far besimit të kompetencën e tyre, ndihmojnë të shtjellosh. Të pyesin nana, të flasin nana si duhet, babat, të flasin për këto metoda. Duhet flasin, janë metodat e jetës, si ka shkruar Zoti, s'ka pas marrë Zoti me kriju. E pastaj pse do të kenë kaq shumë turp të flasin për to. Motivet që shkojnë disa të abortojnë nganjëherë janë. Këtu po flasim tani për abortin në mënyrë eksplicite, pra në mënyrë të drejtë për drejtë. Disa abortojnë për shembull se ka një shtatzani jashtë martesës. Ç'a më bën, duhet më heq. Jo, ç'a më bën, nuk ke drejtë ta heqësh. Ose kur parashikohet që fëmia ka të meta. Është të mërshme këto. Më ka qelluar që kam njoft në jetën time shumë nana që i kanë fëmijët e tyre me të meta dhe vetëm Zoti e din dhimbjen që ato kanë. Dhe e fshehin me një buzëqeshje heroike nganjëherë. Por vetëm Zoti e din edhe sa të forta janë. Ata kanë kuptuar se zgjedhja vetme e tyre në jetë është të jenë të forta, apo jo të jenë të forta si thosh me shtyp përpara disi. Zgjedhja vetme në jetë është dashuria. Dashuria pa kushte për këtë fëmijë. Këto janë nëna heroike, këto meritojnë vendet e para në Paris, më shumë se shumë shenjtë që i njohum, por sepse na japin shembull gjigant. Sidomos këtyre njerëz hipokrit që thonë është me të meta, duhet ta mysish. E nëse mbajt me të meta mrapa, duhet ta mys atëherë. Kur dikush ka shumë fëmijë, thotë jo ç'më më bën, të jetojnë fëmijët e tjerë. Shen Katerina që citova më sipër, ishte fëmia e 24, ishin 25 fëmijë. Ku den ti cili prej tyre do të bëhet ai sebepi po thon për të mbajtur edhe gjithë familjen. Secili fëmijë vjen, është një fjalë urt, secili fëmijë vjen me një kafshat bukë në nsetu, domethënë Zoti ja jep edhe bekimin. E tmerrshme, por në Shqipëri flitet shumë për ekzistencën e abortit selektiv. Pra kur është djala, kur është vajzë, nuk duhet ketë kur raste. Kur nuk duhet bëhet aborti, asnjëherë. Vetëm kur mjeku thot për shembull rrezikohet jeta e nanës, po as aty jo për të shpëtuar nanën, pa heqim sepse rrezikohet jeta e nanës. Edhe këtu nganjëherë mjek ja fusin edhe kot sepse di raste vet kur nganjëherë ja kanë thënë vetëm për të marrë 50 euro të aborti, nuk e di sa janë. Por ka raste kur vërtet mjeku thot rrezikohet jeta e nanës. Por nëse qëllimi i mjekut është që të heqin vetëm smundjen, jo të heqin embrionin edhe pikë, por të heqin smundjen, kam frikë se mund të heqin me fëmin, këtu lejohet ndërhyrja sepse qëllimi nuk është me vrap, por është për të shpëtuar. Por ai që kryen abort me dashje, pra, me qëllim të qartë, duhet të rrëfehet, përndryshe është i çkishnum, nuk është hiç i krishterë. Nana, nëse e ka bën me dashje. Baba, thash ka një herë e lan fajin ndan nanës, po sa presionin nga një herë kanë nga burrat e tyre. Duhet të rrëfehet mjeku, ligjvendësi, ai që nxit abortin, edhe në një bisedë, nëse 2 gra flasin, po bën abortin, është zgjidhja këtu. Kushdo që ka bërë këtë muhabet duhet të rrëfehet sepse është nxit si një vrasje praktikisht. Nëse nuk rrëfehet, nuk duhet kungohet sepse nuk është i krishterë as pak. Nëse nuk rrëfehet edhe nuk pendohet, e të bajnë pendesin që i ka caktuar meshtari. Thot një urat në shujtën shpirtërore gjendet, kur flet për abortin, këto fjalë që prekin pak telat e zemrës së cilit prej nesh.
Kobizi ma madhi arfe kur vret prinja fëmin pa le. Nuk ka bish, s'ka e gërsin që e ban një kop ka të zi. Paguin mjek të zemër gur me vra fëmin ende grahnur. Kur shgudzon kështu me punu, ashtë prej Zotit i malku. Thash bekimi ashtë, e citova par, librin e Zanafil, Zoti i bekon qiftin edhe i thot shtonu. Kur qifti vepron kundër jetës, nuk ka bekimin e Zotit, ka mallkimin, jo se Zoti i dëshon të keqen, por thash ashtë që kishnum, ai duhet të penohet me gjithë zemër. Me ata që penohen, kisha gjithmonë tregohet zemër gjan, edhe shqyqyr që penohen. Kur nuk duhet gjykohet, as kërkush, duhet jepet zgjidhje, shqyqyr që ashtë penu. Por kisha thash e ka për detyrë për shëlbimin e tyre, sepse rrezikojnë realisht të shkojnë në ferr, të flasin kundër mëkatit të abortit, sepse është i tmerrshëm. Ka edhe pasojë të rana psikologjike, që nuk kemi rasti të trajtojmë gjitha. Këtu është një libër i botuar në Tiranë, Miriam Pseçan. Miriam është një emër i zgjedhur kështu pra një nan, Pseçan, ku tregojnë raste të dhimbshme të shumë nanave se si tregojnë traumat e tyre. Rasti më interesant që duhet citoj është rasti i një mjekut që kishte bërë deri atëherë 1000 aborte, por kur kishte pa në Amerikë kjo gjë, kur kishte pa në një monitor procesin e reagimit të fëmijës se si reagonte fëmia kur edhe procesi i abortit në disa raste është i tmerrshëm me gjelpëra me gjana, se si reagonte kur i ngulej gjelpërën në trup ose kur filloi të çmontoi pritej praktikisht, sakatohej, kishte mbet pa fjalë. Masi ishte interesante kur fëmia në krahënorin nënt hapte gojen si tush me bërtit, por s'kishte zan. Edhe ky meti prekon edhe hik dorë nuk ban më akor aborte ky mjek. Dhe thot pra i kishte bërë përshtypje lëvizja fëmijës për të shpëtuar për vdiq. Ky fëmijë që bërtet pra, por nuk i dëgjohet zani. Ky fëmijë ka nevojë për dikant që është zani i tij. Kisha këtë ban, asgjë më pak. Edhe tani këto përposme të bëjmë. Bashkia krishtere thot Papa Francesco duhet jetë në vijen e parë të dëshirës për jetën. Bashkia krishtere duhet jetë në vijen e parë. Interesant termi sepse në vit parë është vendi ku zjarri armik është më i fortë. Përballja është në luftë, pra në vijen e parë janë njerëzit më të rinj, më të fortë. Në vijen e parë duhet të jenë krishterë. Është një libër në shqip, jo këshilloj ta lexoni, është edhe në bibliotekat, në libraritë katolike. U lindëm e nuk do të vdesim më kurrë. I shkruam nga 2 miq të një shërptore të hyjt Chiara Corbella Petrillo, italiane, e cila kishte një atë shpirtërore këtu është shumë e rëndësishme. Kur keni probleme, vështirësi të tilla, shkoni te një prejt, shkoni, mos e lani pa shku, do ta gjeni formën teologjike njerëzore për ta kapërcyer problem. Kjo kishte një atë shpirtëror mjaft të përgatitur dhe karizmatik që e ndihmoi në fazat të tmeshme të jetës saj. Fëmia i parë i vdiq pas një gjysorit. E dinte se do të ndodhte. Mjekët i thoshin abortoje, jo, thoshte. Fëmia i dytë, njëjtën gjë, jo me të njëjtën smundje, me një smundje tjetër vdiq edhe ai pas një gjysorit. Edhe këtu e çoi përpara se. Fëmijën e tretë u shfaq një tumor në trupin e saj, në gjuhë, por nuk filloi kemjet sepse rrezikonte jetën e fëmijës. Ka vdek një vit pas dhe i kalon një letër shumë bukur që gjendet këtu të birit, ku ndër tira i shkruan: "Është shumë bukur të vdesim të konsumum prej dashnisë." Edhe i thot, edhe i këshill tjetër, biri thot: "Mendoj gjana duke u nis nga jeta pasosur." Pra, mendoj jetën e pasosur, nuk është prall. Kur i shef në atë prizëm, gjitha marrin një bukuri të pashoqe. Tregoni shoqi ditën kur do të vdiste, thot, ju afrova, i thash, Chiara, i thot, është gjalli shoqi, i thot, Krishti thot në Ungjil se bara ime është e amël, thot. Unë nuk e kuptoj, thot. Chiara i thot, po, Enrico është shumë e amël, edhe do të vënonte pas pak orë se vdes. Edhe Enrico thoshte, Zoti mu nuk ma kishte dhënë hirin që ta njej amëlsinë e barës së Krishtit. Kjo po çonte para pra këtë kërkesë për jetën nga hona Krishtit. Por asaj ja kishte dhënë hirin, sepse ishte kryqi që po përballonte në atë moment, dhe sot kisha ka një proces lumnimi që ka filluar për këtë shenjtresh. Nuk është shpallën dhe shenjtresh, por shërbëtorët hyjt. Prandaj thash, kujdes nga kjo propaganda dinake, si në kohën e faraonit. E kush na mëson të kemi kujdes, janë sidomos të njerëz heroik, nana dhe etër heroik vërtet, që e dojnë Krishtin për një mend. E kur Krishti vjen, thot Papa Francesco, nuk merr asgjë, por jep gjithçka, edhe sidomos jep hirin për të bërë model jetët. Prandaj ta lutim Zotin. Sikur në rastin e asaj nane që shpëtoi Mojsiun dhe aty filloi një histori shpëtimit për popullin e Izraelit, ta lutim Zotin që të japin hirin e qendresës shumë nana e etërve në këtë botë që të qëndrojnë përballë propagandës armiqësore e dinake të sotme,
për të dhënë jetën, për të përhapur jetën e për ta mbrojtur atë në gjitha format e saj. E Zoti jetë patjetër këtu, jep bekimin e vet me bollëk. E të marrim edhe ne bekimin prej Zotit. Ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm, Ati, Biri e Shpirti Shenjtë. Amen.